Marrimi të gjitha dëgjesa publike në gjitha njësitë, ballë për ballë banorëve të çdo njësisë. Kuptohet që qytetarët, si çdo vit, ngrisin probleme që kanë ngel alat pas zgjidhna, njëkohësisht edhe sugjerojnë. Dhe ne këto i kena bënë gjitha njësitë. Kuptohet që zona jona është një zonë shumë e madhe, ka një shije gjeografike shumë të madhe dhe pavarësisht shumë rrugë që janë krye, qoftë në qeveria shqiptare apo fondi i zhvillimit, po njëkohësisht edhe bashkia, mbetet prap në disa fshatra apo lagje si pikë ose si kërkesë që banorët në këto dy gjesa kanë diskutuar. Mbetet uji i pishëm, që është një pikë e nxehtë, me që se ne furnizohemi nga rriolli dhe 2-3 muajt e nxehta të vitit bjen edhe burimi, ku ne kena vlerësuar për të rivaru veprën, por njëkohësisht edhe për një investim tjetër, o në teksyri i Sheganit, ose 2 pusa në pjesën e Koplikut sipërm, për ta furnizuar Koplikun, Bajzen me ujë. Pjesa tjetër kuptohet që merr edhe për Grumira, merr prej rriollit, dhe normalisht që e përmirëson shumë mirë pjesën e furnizimit me ujë tek kjo lloj periudhet. Kuptohet që investimet janë bërë, qoftë Koplik, qoftë në Bajz, bile në Bajz është loti i dytë që shpejti do fillojnë nga ndërmarrja e ujësisë së kanalizimeve, një investim që do përmbyllin Bajzen. Atëherë normal mbetet rregullat strikte për sa i përket monitorimit të ujit dhe disa investime që nuk janë shumë të mëdha për ta stabilizuar pjesën e ujit. Normalisht ne nëpërmes kontakteve që kena pas me drejtorin Renal dhe drejtorin e përgjithshëm të ujësisë kanalizimeve, janë premtuar që do bëhen këto ndërhyrje që quhen shumë të rëndësishme. Një pikë tjetër mbetet edhe ndriçimi. Normalisht ne çdo vit planifikojmë riparime të ndryshme që konsumohen, por siç thash pak parë, shumë ndërhyrje janë bërë nga fondi, po edhe nga ne si bashki. Të janë shumë qendra turistike, është Razma, është Boga, është Boga, do të thonë tashmë fut në një agent fuqishëm investimesh, ku qeveria shqiptare po investon rrjetin elektrik prej në Koplik dhe deri në Bog, njëkohësisht edhe ujësisë, kanalizime dhe rruga e biçikletave. Këto projekte janë të realizuar, janë të konkretizuar. Njëkohësisht janë edhe firmat që kanë kontratat me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, që në fillim të vitit do fillojnë, pavarësisht edhe në repetirat që ka pas Boga, kryesisht tek ndriçimi me panela diellor, me shtylla me panela, që është një rëndësishëm. Kjo ka ndodhur në Vërmosh, po e njëjti investim nga fondi. Njëkohësisht është edhe pastrimi, që kuptohet që çdo moment mbetet pikë e nxehtë, sepse si çdo vit, ose më edhe vitin që vjen, turistat lëvizin më me shumicë, plehrat shtohen, dhe normalisht është punë që
ne e vlerësojmë në këtë buxhet ose si pjesë të buxhetit publike që të paraqitet mirë qoftë para turistëve shqiptar, por njëkohësisht e rëndësishme shumë edhe tek turistët e huaj. Ka projekte kuptohet që në shkolla normalisht që ne do të aplikojmë në gjitha ministrit përkatëse në thirrjet që do shpallin ministrit. Kuptohet që ne kena nevojë për disa ura, kena nevojë për ndërhyrje tjera, kena nevojë për kanale dyta, treta, njëkohësisht kena nevojë për një pallat që e kena projektin, shpresoj që të na finalizojnë tonë kompleks që është në gjendje jo të mirë. Normalisht shkollat paka shumë, shkollat kryesore janë të gjitha të investuara gjatë këtyre viteve. Qeveria me fondet qeverisë, shumica i pjesë me fondet të bashkisë, por që kena edhe shkolla tjera që ne do i fusim në programin e vitit që vjen. Razma për shembull është një zonë që ka ndriçimin, por ka gjithmonë nevojë për përmirësim. Edhe mendoj që tek një pjesë do të ndërhojnë fondi i zhvillimit shqiptar nëpërmes investimeve që do planifikojnë aty. Pastaj është Tareçi, njëkohësisht janë edhe krejt zona tjera, qoftë Kopliku, qoftë Bajza, që ka nevojë për mirëmbajtje ose për investime shtesë në këtë drejtim. Nga viti në vit janë rrit ardha e turistëve, është rrit edhe pjesa akomoduese, që në vit vraks dhe deri në majet e Kelmendit apo në Qaftorës. Njëkohësisht kërkesat po prap janë konkrete për sa i përket të pjesa e agroturizmeve apo e hotelerisë. Por gjithsesi në kushtet aktuale, nëse e krahasojmë me 4 vite përpara, pjesa akomoduese ose pritëse ka një ndryshim shumë të madh. Dhe duke pas parasysh edhe traditën që kena, edhe mënyrën se si bizneset u shërbejnë turistëve, dihet që kjo zonë është një zonë e aksesueshme ose e pëlqyeshme për gjithë ata që shkelin. Pra jo se mund shkelin një herë dhe nuk vinë më. Edhe normal që zona është e madhe, saça pak më parë, nuk ka shumë pika turistike. Është edhe pjesa e liçenit, edhe vija liçenore. Me zotin Besi, edhe me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, dhe me Bankën Botërore, është nënshkruar një kontratë iniciuar nga zoti Beci për rrugën e biçikletave që është në Shirok ose më mirë me thonë krejt linja ose krejt bregu i liçenit Shkodrës, njëkohësisht edhe rrugë të tjera që e lidhin liçenin qoftë në Shkodër pa qoftë në Malësi të Madhe. Pra është një projekt që janë shëdhaj drejt finalizimit. Unë mendoj që nga viti tjetër do fillojnë, ka 2 vjet që domethënë janë negociata, por janë fondet e Bankës Botërore dhe normalisht kur pikën kushtet, kur bëjnë projektet, kur konkretizojnë çdo lloj procedurë, atëherë ata i financojnë këto projekte.